Pretendimi se Palestina ishte një vend pa popull shkon krah për krah me pretendimin se hebrejt ishin një popull pa tokë. Po a ishin kolonët hebrej një popull? Studimet e fundit kanë përziritur dyshimet e shprehura shumë vite më parë në lidhje me këtë. Tema e përbashkët e këtij këndvështrimi kritik përmlitet më së miri në veprën e Shlomo Sandit, Shpikja e popullit hebre. Sandi tregon se bota e krishterë, për interesin e saj dhe në një çast të caktuar në historinë moderne, mbështeti idenë e hebrejve si një kom që duhej të rikthehej një ditë në tokën e shenjtë. Në këtë rrëfim, ky rikthim do të ishte pjesë e skemës hyjnore të fundit të botës, së bashku me ringjalljen e të vdekurve dhe ardhjen e dytë të Mesias. Përmbysjet ideologjike dhe fetare të reformimit, nga shekulli 16 dhe në vazhdim, prodhuan një shoqërim të qartë, veçanërisht mes protestantëve, mes nocionit të fundit të 1000 vjeçarit dhe konvertimit të hebrejve dhe kthimit të tyre në Palestinë. Thomas Brightman, një klerik anglez i shekullit 16, i paraqiti këto nocione kur shkroi: "A do të kthehen ata përsëri në Jeruzalem? Nuk ka asgjë më të sigurt. Profetët e konfirmojnë këtë kudo dhe e rikonfirmojnë." Brightmani nuk shpresonte vetëm që premtimi hyjnor të përmbushej, por si shumë të tjerë pas tij, ai dëshironte që hebrejt ose të konvertoheshin të krishterë ose të largoheshin që të gjithë nga Europa. 100 vjet më pas, Henry Oldenburg, një teolog dhe filozof natyror gjerman, shkruante: "Nëse rasti paraqitet mes ndryshimesh për cilët janë në përgjegjës punët e njerëzit, hebrejt mund edhe të ngrehen perandorinë e tyre përsëri dhe Zoti mund të zgjedh për ta një herë të dytë." Karl Josef von Lign, një federal marshall austro-hungarez, deklaronte në gjysmën e dytë të shekullit 18: "Unë besoj se hebreu nuk është në gjendje të asimilohet dhe se vazhdimisht do të përbëjë një kom brenda kombit, kudo që të ndodhet. Për mendimin tim, gjëja më e thjeshtë që duhet bërë është rikthimi i tyre në udhëheun e tyre, nga i cili janë dëbuar." Nga ky tekst shfaqet qartë se ka një lidhje mes këtyre ideve formuese të sionizmit dhe një antisemitizmi të kahershëm. François René de Chateaubriand, shkrimtari dhe politikani i famshëm francez, shkruante gati në të njëjtën kohë se hebrejt ishin të zotët e ligjshëm të Judes. Ai ndikoi tek Napoleon Bonaparte, i cili shpresonte të fitonte përkrahjen e bashkësisë hebreje në Palestinë, si dhe të banorëve të tjerë të vendit, në përpjekjet e tij për të pushtuar lindjen e mesme në fillimin e shekullit 19. Ai u premtoi atyre kthimin në Palestinë dhe krijimin e një shteti. Pra, siç mund të shohim, sionizmi ishte një projekt kolonializmi i krishter përpara se të ishte projekt hebre. Shenjat o kurzeza se si këto besime, në dukje fetare dhe mitike, mund të ktheheshin në një program të vërtet kolonizimi dhe shpronësimi, u shfaqin në Britaninë viktoriane, që në vitet 1820. Një lëvizje fuqishme teologjike dhe perandorake u shfaq, e cila do të vendoste kthimin e hebrejve në Palestinë në zemër të një plani strategjik për të shtënë në dorë Palestinën dhe për ta shndruar atë në një entitet të krishterë.